Avioni luftarak fluturon vetëm pak metra mbi pushuesit në plazhin e Floridës. Marina amerikane nis hetimin. Një incident i pazakont ka shkaktuar agime të shumta në plazh pasi një avion luftarak i Marinës amerikane fluturoi në një lartësi shumë të ulët mbi një plazh të mbushur me pushues në Florida, duke nxitur hapje në një hetimi zyrtar. Pas publikimit të videove në rrjetet sociale, drejtuesit e ekipit Blue Angels njoftuan se ka nisur një hetim për incidentin. Në deklaratën zyrtare thuhet se gjatë një manovre afrimi, një prej avionëve fluturoi më poshtë se lartësia parashikuar nga standardet, duke shkaktuar shqetësim në plazh. Sipas autoriteteve, fluturimi në lartësi të ulët bëri që valët e ajrit të prekeshin shezllonët dhe çadrat e vendosura në rër, ndërsa pushuesit u detyruan të largoheshin për disa çaste. Një grua e cila ndodhej në plazh tha për mediat lokale se prej 10 vitesh ndjek shfaqjet, por nuk kishte parë kur një kalim kaq të ulët. Mendova se avioni do të përplasej me ne, ishte e frikshme, por edhe pabesueshme, u shpreh ajo. Marina amerikane theksoi se siguria e qytetarëve, spektatorëve dhe pilotëve mbetet prioritet absolut. Sipas deklaratës, drejtuesit e ekipit po analizojnë të gjitha rrethanat e incidentit dhe ka nisur një rishikim të plot të procedurave për të garantuar që çdo aktivitet ajror të zhvillohet në përputhje me standardet e sigurisë së Marinës amerikane dhe administratës federale të aviacionit FFA. Hetimet pritet përcaktojnë nëse gjatë manovrës janë shkelur procedurat operative dhe nëse do të merren masa pas incidentit që përpaksa nuk u kthye në një tragjedi. Ngjarja ndodhi të mërkurën në një plazh të Floridas, ku disa avion luftarak të ekipit aerobik të Marinës amerikane po merrnin pjesë në aktivitet. Pamjet e filmuara nga pushuesit tregojnë një prej avionëve duke kaluar vetëm pak metra mbi kokat e njerëzve, duke krijuar momente paniku.